Mirë të dashur, jemi rikthyer përsëri në studio dhe do të vazhdojmë me një bisedë që ka të bëjë me ëmbëlsirat, por pikërisht për ëmbëlsirën edhe simbolin e festës së Bajramit, e që në këtë rast jemi në Fitër Bajrami dhe do të diskutojmë më tepër për ëmbëlsirën, për baklavën. E kush më mirë mundet me na fol për baklavën se sa vetë zonja e cila ka me vjet që po përgatit, madje biznesin e saj e ka nisur një herë në kushte të shtëpisë, se pastaj ka hapur edhe pika të ndryshme ku tashmë edhe ne mund të shijojmë gatimet të saj tradicionale përveç pitëve, mantijave të ndryshme, lloje të ndryshme të pitëve të cilat mund t'i përësitim tek zonja Hylja, e kemi edhe baklavën, për ndryshe kam unë baklavën këto, e lash me qëllim që me e hap edhe gjatë kohës kur e kemi intervistën, për ndryshe po e vrenit që është po duket edhe shumë e shishme, edhe është e pjekur shumë mirë, zonjën Hylja Haka i Plana e kemi në studio. Mirë mëngjesi zonjë, mirë se na jeta. Mirë mëngjesi, mirë se ju gjejmë. Shumë kënaqësi që të kemi këtu. Qysh kanë shku këto ditë? Urime festën paraprakisht edhe juve. Faleminderit, urime edhe juve festa dhe shfrytëzoj rastin t'ju uroj gjithë shqiptarëve të besimit musliman festën e Fitër Bajramit. Faleminderit shumë, shpresojmë që edhe ju të keni një festë sa më të mirë, sot ju kemi ftuar në mëngjes, por shpresoj që gjatë këtyre ditëve nuk keni qenë shumë e lodhur edhe nga porositë që keni marrë. Po, me thonë nuk kemi qenë e lodhur, s'muj me thonë se kemi pas pak ma shumë porosit, tash baklavat janë për Bajram, do me thonë për një ditë të gjitha, kështu që jemi lodhë, po ja vlen. Po. Do të thotë ka pas porosi edhe për këtë festë? Po, ka pas porosi edhe për festën e Bajramit, sigurisht. Cilat kanë qenë porosit më të nda, po mendoj, a ka qenë baklava tradicionale, apo ka edhe lloje të tjera të baklavave? Jo, unë e kam vetëm baklavën tradicionale, vetëm kjo dhe tradicionale edhe e kërkujnë mas shumë t'i këtë baklavë dhe është ndër baklavat se di mu më mërmenja më të mirat. Ma e mira, prapë provojmë shije të ndryshme edhe përsëri kthehemi tek tradicionale, sepse çdo herë kjo të mbetë mendje edhe është më e mira. Po besoj që baklava kërkon edhe shumë punë, edhe shumë mund, dhe lodhje, unë e di që ka edhe zonja tjera të cilat punojnë krah jush, e ju kanë ndihmu, megjithatë na tregoni pak edhe ju atë procesin. Ka edhe zonja tjerat edhe i kam po të kallëzoj edhe punëtorët i kam të mrekullueshme, edhe ato e krynë punën si gjdohet, do me thonë, bileti të shfrytëzoj rastin të i përshëndes shumë, se i kam shumë të mrekullueshme edhe shumë punëtore edhe e bojnë punën ashtu si ju kumë thonë une. Pra do të thotë nuk, do të thotë shkojnë me recetën tuaj edhe çdo herë në mbikëqyrje nga ju. Po, gjithë herë në mbikëqyrje edhe baklava tradicionale, kjo bëhet sikur që i kanë bërë për para, gjyshet tona, dhe më thonë me qomsht, pak vaj, gjalp, edhe të hollohen pet, sa ma të holla me qenë pet, edhe pjekja me qenë shumë mirë. Gjithë shka me qenë kujdeshme. Pjekja me qenë mirë, merë kohë shumë, dhe më thonë, derisa të kryhet, të hollohet edhe të kryhet e merë një orë. Një baklavë. Mandej një 4-5 orë, 5 orë, 6 orë nështë ta, derisa të pjeket vënën. Tani duhet ftofet baklava, tani duhet përvlohet. Dhe më thonë, ka procedurë. Është shërbeti, krejt ai qilësi, edhe në fond pas, që mos me humbë krejt mundi, që është bërë gjatë asaj një ore, edhe shërbeti finalja është shërbeti, edhe mundet në shërbet më prish ku me ditë sa, në shërbet shumë. Do me thonë. Një ëmbëlsirë shumë e mirë, një ëmbëlsirë tradicionale, cilën përveç festës së Bajramit, për kryesisht në festën e Bajramit, e gjejmë edhe në festat të tjera, për ata të cilët gatuajnë nëse edhe duan të porosisin, megjithatë një proces bajagi i gjatë, madje edhe i dellshëm, por që shpresojmë që krejt ata të cilët kanë përgatit baklava në shtëpitë tyre, t'ju kenë dalë të shishme të mira, ashtu si qysh po duket edhe kjo. Sa është rrit numri i porosive, zonja Hylja trego? Ndër vite tash? Ndër vite. Asë një herë si kom logarit ashtu ndër vite, edhe s'ko mujtë asë tani me logarit se... Megjithatë, a është tu numri i personave cilët porosisë? Po, qysh jo, është tu. është tu numri, vinë gjdo herë 3, do me thonë, klient 3 kam, klient kam të ka... do me thonë të krejtë Kosovës, edhe jashta Kosovës, edhe prej Gjermonisë thirën edhe e rezervojnë.
Do të thotë ka dhe klient prej atyre të cilët nuk ju kanë ndru asnjëherë. Jo, ka. Kam shumë. Cilat janë komentet më të mira që i merrni? Unë i përshëndes ata klientë dhe ata kur vini marrin të one, porosit thënë ma kajtu mallin krejtë si kur për para shumë viteve që baklava që është maru. Ajo që është maru mirë adin, se edhe para shumë viteve nështë nuk kanë qenë tradicionale por krejtë njëjtë s'kanë mujtë mi ba. Kështu që janë të knaqër, shumë të knaqër janë. Edhe është knatësi kur marrim komente tilla, kjo besoj u ashton edhe vullneti për punë. Gjithherë falenderuse, gjithë gati. Gjatë kohës kur ishim duke hyrë edhe paraprakisht në bisedë, ju pyeta nëse ka pas përësi dhe përgatime tjera, më tregu që e keni ndalë një herë për një herë ato, për shkak që të fokusoni më tepër tek baklava. Po, ato i kemi ndalë ka fundi, për shkak me qenë baklava ma mos me pas marrë ndojert mantis, ose si do mos mishi ka kepe sene, mos me marrë i kemi ndalë ma heret. Edhe ato porosi kërkojnë tani pas, nes nuk i bojmë, deri mas Bajrami. Mas Bajrami fillojmë tani prap me pite, me flija, me gjitha llojet e pite, do me thonë me flija, me mantije, me këto. Po, zonja Hyl, po besoj që përveç punëtorëve cilat ju ndihmojnë edhe juve, ka edhe persona tjerë cilët i keni mësu me gatu një baklav. Sa është e thjesht për ne fillestarët? A ka shpresë me mësu me na dojnë një baklav e mirë? Nëse ka kureshtje për me mësu, nëse donë me mësu, e mësën. Edhe trejat. Edhe bile nuk është mirë, trejat duhet me mësu edhe trejat këtë punë, që mos më zhdu kja punë. Se është, baklava është shumë e mirë, flijat janë, na identifikohemi me flija, me baklava, me këto tradicionale të tradicionale. Me qënë se më herët e përmendet që gatuani vetëm këtë tradicionale, nuk keni dash me kalu tek baklavat e tjera moderne? Nuk kemi dash se mu po më duket mirë është kjo edhe se di, këta e kërkojnë mas shumë ti, gjithherë. E kërkojnë për darsma, e kërkojnë për gjithë shka, për ndoj sukses mjekësor, për shtëpia treja kur hinë, për gjithë shka, për qef. Shumë herë edhe veç për qef e marrin, se e dojnë. Po, edhe ka edhe prej atyre që vinë e shion veç për qef e marrin nga një cupë dhe nga edhe me tepsi e marrin. Po, janë shumë të shëshme për ndryshe baklava, që presojmë që sot mos t'ja teprojmë shumë me sheqeren, edhe pas një muaj agjerem që kemi pas, me gjithat ta konsumojmë baklavën për edhe ëmbëlsira tjera cilat i kemi përgadit në një dozë të caktuar, edhe ju vetë biznesin zonja Hyle keni nisë në mosh 3. Jo shumë 3, do më thonë që ka nështë 23 vite, me njerë pas lufte. E kom nisë edhe në kushte shtepijake, së kur të gjithë tjerë që ishim, do më thonë, me njerë pas lufte, kem ju asnin pun jo, fëmija i kisha fëmijën e vegjel ende, edhe tash e kisha pasion, gatimet i kom pas pasion shumë, edhe do më thonë, fillova me baklav, mas pari kom fillu me baklav, tani gradual me të tjerat, kështu që kum deshtë me shku ma gradual, ma sigurt, ma mirë me qenë. Edhe, nuk e di, kum pas sukses, edhe pse në fillim, po mendoj s'ka pas as rrjetet sociale, s'ka pas as telefonat vogël, kur kom fillune, shumë ka qenë ma vështirë, shumë. Qysh kanë fillu me të njoftë një? Ashtu më ka, vetëm dorë mas dore, në qerdhe, në shkolla, kum pas edhe një kojshike, mi qoj ke ka njere, në për qerdha, në për shkolla, në për komshi, qashtu, adën, në fillim. Tani kur dullen në rrjetet sociale, tani kretë ndryshe. Tani është bërë edhe me letë. A i një perfekcionu edhe ndër vite gjatë kohës kur keni gatu baklavën, apo çdo herë ka qenë e njëjta shije nga ana juaj? Sepse ta shko edhe produkte tjera, ndoshta... E di veç, unë gjithmonë mundohëna me majtë këtë shije, sepse të gjithve ju pëlqem. Nuk du me të ndroj shijen, as gatimet, as kretë. Ju kanë pëlqy kretë, jo veç baklava, po edhe flijat edhe pitet edhe, kush merë mahnitet.
Edhe sigurisht e kujton edhe shihen që ndoshta dikush nëna i ka gatu ose gjyshja, pastaj përmes kësaj që ashtu atë krejt klientat thojnë tash, nështë unë thash që nështë ndryshe, po kush e ka gatu mirë për para, që ka gatu me qitë ushqim, ose me mazë, taman me mazë lëpe, flija shembull, ajo është tepër e mirë, se flija zakonisht dënë mazë. Po, ju tha që në fillim ju ka ndimu edhe njerëzit cilët kanë porosit, rrethi familjar, mish të ngusht, komshit cilët i kanë provu gatimet i kanë provu edhe i kanë pëlqy edhe tani s'janë nda. Po, a janë ende mbështetësit e ju i po, këta kreti i njerëz, a vazhdojnë të gjithë i kom mbështetës, të gjithë, kush ka marrë, valla gjithmonë i kom mbështetës. Po, me qënë se jemi në ditën e Fitër Bajramit, në këtë ditë feste, qysh është një ditë në shtëpinë e juj? Një ditë e tjilë? Në shtëpinë time është se unë i kom vajzat edhe shokun, edhe e bojmë një bajram kështu, jo shumë, këtë që ka është tradicionale në kemë këtu në shpe. E kemë pitën, e kemë zakonisht ashtu është tradicionalja, edhe bajrami e dënë tradicionalen ma shumë. Pitën, pullë, orez, ambelsire, bëj edhe, e kom baklave, po e bëj edhe ndoj, qysh, mrenda mundësive tash, se po jo me zonë edhe, atë në denatën e bajrami. Po mrenda mundësive bëj edhe një ambelsire, ose bëj në jasira, vani, tatlije, edhe pak mja, mos me lonë veç baklave në vetë. Ma merë mendja mësafirt me qef vinte ju. Po, gjithmonë një nërë me qef. Me provu krejt baklavat dhe mbëlsirat e tjera që i kene. Pastaj, a ka kohë kur edhe ju dilni edhe shkone dhe i provoni edhe baklavat e tjerve? A ka vende ku jetë edhe komente? Dalë Mitrovic i kom të mi, dalë Mitrovic, dalë të dëburit i kom në komunë të Vështres. Dalë dikon. Qëto 2 ditë, se unë jo japë 2 ditë përshim. Dhe më thonë, sot edhe nesër e kanë përshim. Perfekt. 2 ditë javë japë se e lodhen punëtorët edhe kështu që 2 ditë gjithmonë javë japë përshim. Pa tjetër që po nevojitët edhe pushem edhe për zonja cilat edhe punojnë edhe duhet që të punojnë pastaj përsërin shpe. Edhe pse unë gjithëherë i shpërblej ma tepër, kur kanë punë ma shumë, por javë japë edhe përshim e pas 2 ditë. A ka raste kur po jep një komente të baklavat e tjera? Gjithëherë. Qka i këshillon? Raste shumë të mira sa që nuk e di. Adin u mahnitin ato. Une kur dikush jep komplimentet mira, nuk e di, ato e pres ma shumë. E ju për baklavat e tjerve, kur shkon dikun tjetër, për shambull, me bu bajram, edhe provon baklavën e dikuj tjetër. A ka koment edhe nga ana e juj? Kur unë pelqen, po. Kur unë pelqen, dikun unë pelqen. Por, duhet me konë, ka njëherë dikun nuk e përdorin atë gjalpin që është, së unë i përdori produktet ma të mira dhe s'ka qare pa dalë, ma mirë. Pastaj edhe e një shien. E një shien. Në momentin kur gatuan edhe e din. Te une vinë, fëmijët zakonisht nuk i hajnë fort baklavat. Si ti kërkujnë fëmija e vegjel, i hajnë. Edhe disa shembull, nuk asë njëherë s'ka hangër baklavë. Po kur e mërë të unë baklavën, gjithëherë mërë tani. Thot, veç baklavën të te ha. A ka raste prej atyre, për shambull, unë tash që po mësohem të gatuaj diçka t'ilë, zoherë më duhet me thirë nanën telefon me kamerë dhe me pytë qysh me përgadit, ndoshta sa luk kryp, sa luk biber, krejt këto duhet me i pytë me detaja. Ka raste kur po ju thrasin familjarët edhe me i tregu qysh? Thirën, po ka raste, ju tregoj qysh, qka. Po edhe pse ju tregoj tash, dikush e kupton, varet krejt për tipit njerit. Dikush e kupton shumë letë, po dikush jo. Edhe pse i kalzoj krejt. Me gjithat, recetën nuk po e mbani kështu të fshat krejt sekreta? Jo, asë njëherë. E të regon në Jo, asë njëherë. Krejt punëtoret e din recetën. Jo. Edhe ma mërmendja që i gatuajnë pas të njëtën recetën shpe? Po, zdo me thonë, ka njëherë nuk... Edhe me ditë recetën, dikush nuk ja qilon shumë.
Edhe ju çdo Se duhet me pas kujdes, shumë kujdes. Pa tjetër që po. Flasim pak edhe për gatimet e tjera tradicionale. Ne i përmendëm që pjesë e Bajramit janë edhe mantit, janë edhe pitët e ndryshme. Krejt këto janë edhe pjesë e Bajramit se janë gatime tradicionale. Bajrami, sidomos i donë qito gatime ma shumë. Pa tjetër. Sa ku ju merë të gatuani tash një pite, po e bëjmë në krahësim me baklava. E di që baklava... Baklava ka ma shumë procedur, por edhe tash më bëhet pitja që është që e kemi qitë për parat, i kemi tash pithojnë pite me fill mrena, ose i kanë thonë katmer. E ajo na merë ma shumë ko. Sepse ka ma shumë pet. Se ka pet vogla duhet me se cilën një ka një me të hollu. Ajo na merë kohë ma shumë, edhe pra ndaj është pak ma shtrejt, se na merë kohë. Kjo pitja rrethatore që i thumë, rreth, si, e kupto cila është rreth. E ajo pak ma shpejt, edhe të dyjat bëhet tash, kjo bëhet ma shpejt, ajo pak ajo na merë një ore gjys, kjo katmeri, a kjo rreth, pitja rreth, na merë me thonë një orë, me pjekje me krejt. Adin edhe me pjekje. Sa është të rëndësishme për juve që të ruane tradicionale, të ruane ndoshta edhe idenë krejt festës, simbolin, qoftë përmes gatimeve, qoftë përmes mbledhjes të familjarve në shtëpi, është shumë e rëndësishme, sidomos për nënat, është shumë e rëndësishme që t'i ruajnë këto tradita. Sa jeni mundu edhe ju ndër vite që ta bëni këtë? Është shumë e rëndësishme se tradicionalja duhet më ru, sepse na e kemë si me thonë, edhe për kretë Kosovën është kjo mirë, sepse i kemi identifikohemi me qato tradita dhe mundohem vajzat e mija me i ru, ato dyjave që i kanë mësu, po kom dëshirë që edhe vajzat tjera të gjitha me rujt këtë tradit, edhe me mësu, se gjithëherë vinë generata treja. Me mësu pastaj edhe nipat e mbesat, traditën e krejtë Kosovës, edhe ushqime tradicionale. Se jonë ushqime shumë të shishme. Tash, nështë ta thot dikush veç pse jo është e juvja. Nuk e di veç edhe vinë t'jashtit, edhe t'hujt kur vinë, edhe i dojnë kur si t'i kërkujnë mantija, si t'i kërkujnë flin, ata vinë prapë. Ka pas rast edhe për baklav, kur kanë ardhë ndërkombëtar të huaj? Edhe baklav qyshja. Çka thonë për baklavën? Se janë mësu me ëmbëlsira tjera, po s'ka si baklava. Shumë të mira, shumë ju pëlqenë. Ju pëlqenë. Edhe neve ma verë mendjet që kam nash ju për ndryshe i kam provu ushqimet e juaja, edhe picet, edhe mantijat, e kam provu edhe baklavën tradicionale, tash sidomos mëngjes, me qënë se s'kemi konsumu enda asgjë, këtë kafën e mëngjesit kemi me konsumu bashkë me këtë baklavën që i kemi këto. Për stafin e ju i apruna, se është ditë Bajrami dhe me pas baklavë zban. Jo, nuk ban. Edhe është thjeshu kështu, edhe studio, edhe krejt kjo atmosferë festive. Urojmë që po ashtu edhe në shtëpite krejt shqiptarve, kudo që janë edhe besimtarve musliman, ta kenë tërezën të mbushur plot, edhe me gatime tradicionale, edhe me ëmbëlsira. Juve edhe krejt stafit ju dëshirojmë shumë shëndet edhe ju lumë shëndur. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi e imja. Faleminderit gjithashtu edhe për ne.